Që një peshë të javë do të jetë fokusuar patjetër tek shëndeti, duke filluar që nga dita e hënë dhe duke vazhduar deri në fund të javës. Është një javë që do të prek shumë këtë temë. Do të kemi dalë në skenë të problemeve që kanë qenë kronike ndoshta dhe që nuk kishim iden. Dhe është edhe java e fundit që kemi mundësi dhe që të shërojmë ato, prandaj dhe nuk po dalin kot, nuk po dalin për të keqen tonë, po dalin për të mirën tonë në të vërtetë. Qofse arrim që ta mbajmë në kontroll këtë si pjesë dhe jemi më tepër efikas në jetën tonë të përditshme, çfarë do të them me këtë? Duhet jemi përzgjedhës tashmë, duhet fillojmë që të vëmë kufi të shëndetshëm, sidomos me kolegët tanë, kjo ka më tepër rëndësi. Po ashtu edhe të kontrollojmë mirë kohën se sa punojmë, nuk duhet të tejkalojmë asgjë. Kështu që duhet të jetë kontrolluar dhe i balancuar mbi të gjitha. Duhet të balancojmë jetën tonë, pra edhe aktivitetet fizike, po ashtu edhe jetën tonë të përditshme, punën, sa shplodhemi, sa flem, sa ham e tjerë. Pra gjithçka duhet të jetë balancuar nëse duam që të jemi të shëndetshëm dhe mbi të gjitha të mund edhe ta shijojmë